Nuk ishte një stuhi në një gotë ujë dhe as një zhytje e re në kaos, të paktën jo këtë herë, kur antarët e pakicës etnike serbe në Kosovë parkuan makineritë e rënda dhe kamionët e mbushur me zhavor në mesin e rrugëve që çojnë në kufirin verior me Serbinë, qelluan me armë në ajër dhe ndezën sirenat e sulmit ajror në ditën e fundit të muajit të korrikut. Një frikë e madhe u përhap në të gjithë Ballkanin perëndimor. Protestuesit të cilët mbështeten nga Serbia dhe që nuk e njohin autoritetin e institucioneve shtetërore të Kosovës u zemëruan nga një rregull i ri, që u kërkon atyre të zëvendësojnë targat e tyre serbe me ato kosovare dhe të përdorin dokumente të reja udhtimi kur kalojnë kufirin. Në kryeqytetin e Kosovës u përhapën zëra mbi familjet serbe që iknin përtej kufirit, për njerëzit të sulmuar nga shumica etnike shqiptare dhe për të shtëna në drejtim të policisë të Kosovës. Por brenda një dite incidenti përfundoi dhe paqëruajtësit e NATO-s, KFOR, nisën të zhvendosnin kamionët dhe të rihapnin rrugën. Ai incidenti ilustron në mënyrë të përkryer arsyen pse Ballkani perëndimor cilësohet shpesh një kuti e zezë, po ashtu edhe pse profecitë e apokalipsit janë ndonjëherë të tepruara. Kjo nuk është hera e parë që shpërthejnë protesta mbi këtë çështje, dhe ndoshta as e fundit. Kosova nuk ka gjasa të hyjë në një luftë për targat. Ndërkohë keqinformimi luajti një rol të madh në ndezjen e tensioneve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi Serbinë dhe Rusinë, të cilat e shohin Ballkanin perëndimor si pjesë e sferës së saj të ndikimit. Presidenti despotik Putin është një njeri i luftës. Ai ka interes të përhap luftën në rajon, pasi dëshiron ta normalizojë atë, deklaroi Kurti për agjensinë Reuters pas protestave në veri, ku jetojnë rreth 50.000 serb. Shumë analistë bien dakord se Putin është i prirur të nxjisë ndarje, të cilat mund të shpërqendrojnë vëmendjen e Evropës nga ajo që ai po bën në Ukrainë. Vendosja e targave të reja u shty dhe tensionet u zbutën disi, pasi zyrtarët nga Serbia dhe Kosova u takuan në Bruksel për bisedime. Ato ishin pjesë e një dialogu që zhvillohet prej vitesh, i sponsorizuar nga BE dhe që synon të orientojë të dyja shtetet të gjejnë një formë bashkëtese më paqësore. Tani për tani katastrofa u shmang. Problemi për Kosovën dhe për Ballkanin perëndimor në përgjithësi është se pas retorikës së liderëve luftarak që luajnë me ndjenjat e mbështetësve të tyre nacionalist dhe që përpiqen të fitojnë akoma më shumë ndikim, fshihen ankesat. Këto të fundit datojnë që në dekadën e dhunshme që pasoi shpërbërjen e Jugosllavisë në fillim të viteve 1990. Krahas fërkimit në Kosovën veriore, tensionet po rriten në Bosnjë, ku lideri serb i vendit ka kërcënuar se do të tërheqë Republikën Srpska nga disa institucione shtetërore, duke nxitur frikën e një shkëputjeje eventuale. Në një raport të publikuar në Korrik, Grupi Ndërkombëtar i Krizave, ICG, thekson se përpjekjet perëndimore për shtet ndërtim dhe karrota e antarësimit në BE kanë dështuar në kryerjen e reformave apo zgjidhjen e mosmarrveshjeve të vazhdueshme në rajon. Raporti argumentonte se Brukseli dhe Washingtoni duhet të punojnë së bashku për të zbutur krizën në Bosnjë, përmirësuar marrëdhëniet Serbi-Kosovë dhe promovuar lidhjet ndërkombëtare të Kosovës. Po ashtu, BE-ja duhet të shqyrtojë mënyrat për të inkurajuar integrimin edhe para antarësimit zyrtar në Union. Nga vendet që dolën nga shpërbërja e Jugosllavisë, Slovenia ju bashkua BE-s në vitin 2004, ndërsa Kroacia në 2013. Serbia dhe Malizi janë prej kohësh në bisedimet e pranimit. Shqipëria dhe Maqedonia sapo kanë çelur negociatat, ndërsa Bosnja dhe Kosova njihen si kandidat të mundshëm. Por procesi duket se ka ngesur, ndaj koha është padyshim në anën e atyre që e kundërshtojnë ndikimin e BE-s në këtë rajon. Dhe këtu përfshihet si Rusia ashtu edhe Kina, e cila ka kryer investime serioze në të gjithë rajonin, sidomos në sektorët e energjisë dhe infrastrukturës në Serbi dhe Malinezi. Po ashtu zyrtarët në disa shtete të Ballkanit janë të zhgënjur nga vendimi i BE-s në samitin e qershorit për t'i dhënë statusin e kandidatit Ukrainës dhe Moldavisë. Për më tepër, procesi i antarësimit për shtetet e Ballkanit mund të dëmtohet nga përplasjet e fundit të BE-s me liderët populist në Hungari dhe Poloni. Këto të fundit kanë nxjerrë në pa rrezikun real të destabilizimit të bllokut nga brenda, dhe një pranim e madhe e Ballkanit brenda BE-s mund të arrisë këtë rrezik. Rreziku është veçanërisht i lartë tani pasi ekziston një mosbesim i madh i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, një nacionalist pro-kremlinit me prirje për provokime. Krahas Kosovës, shqetësuese është edhe situata në Bosnjë, e përbërë nga dy rajone gjysmë autonome, Republika Srpska dhe Federata Kroato-Bosnjake. Ky vend qeveriset nga një presidencë me 3 persona. Në fund të vitit të kaluar, Milorad Dodik, kreu i Republikës Srpska, kërcënoi të tërhiqte territorin e tij nga institucionet shtetërore, përfshirë gjyqësorin dhe ushtrinë.
Londra dhe Washingtoni vendosën sanksione ndaj Dodik, ndërsa i dërguari kryesori i komunitetit ndërkombëtar në vend, përfaqësuesi i lartë i mandatuar nga OKB, Christian Schmidt, tha se planet e Dodik, të cilat u mbështetën në heshtje nga Moska, përfaqësonin një kërcënim ekzistencial dhe krijonin perspektiva për një konflikt shumë real.